Për shkak të ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur në Kosovë me dështimin e zgjedhjes së presidentes, pse mendoni ju që partitë politike nuk kanë arritur të bien dakord për një kandidat konsensual për president? Mendoj që se nuk kanë arritur një mendoj që kultura politike në Kosovë çështja e marrëveshjeve dhe koncesioneve të paktën që në vitin e fundit është të monitoruar për shkak të ndoshta nga njëra dhe janë bërë marrëveshje që nuk kanë qenë të popularizuar dhe popullore të shqiptarë dhe kjo sikur tani që një koalicion ose koalicion shërbet është të vetë sistemi konstitucional të Kosovës. Një të njëshme edhe presidentin në kohën që mund të ketë zyrtarin e kuvendit kryeministit. Domethënë hartuesit ose dizajnuesit e konstitutës e kanë menduar që të ketë një sistem të ekuilibruar në qeverisjen e Kosovës. A tregon kjo krizë që kemi një përplasje të fortë mes institucioneve kryesore të shtetit? Si po mendoni përplasje? Mes presidencës, qeverisë dhe parlamentit. Ja, unë nuk do të thoja dhe mua totalisht e po debat jashtëzakonisht i kohë, kur thuhet pse Kurti nuk e propozon Vjosa Osmanin. Atëherë ne një pyetje të tillë do të mund ta bëni pse Rama nuk e propozoi Ilir Metin edhe një mandat. Domethënë pozitat nuk janë të përjetshme. Dhe pretendimet e dikujt që duhet të jetë vetëm ai, mua më duket personalizim i skajshëm dhe i egzageruar. Unë mendoj që demokracia është më shëndetshme më mirë kur ka rotacion. Kur vjen dikush në vendestar, për shembull, mund vi prapë në figur femër në këtë posta të e javën, aja ka konsumuar një mandat, mund të jetë një person me përkrahje edhe nga opozita. Domethënë në një tjetër zonja Osmani duke proceduar domethënë të marrë mirë me Kurtin edhe me opozitën së fundit, nuk ka gjetur mbështetje as te Kurti as te opozita. Dhe këtë normale është që në politikë domethënë çështja e besimit është si ti e mirëmban. Me Gjorzh zonja Osmani nuk ka arritur ti mirëmbajt të raportit për 5 vitet e fundit. Çfarë skenarësh më të ndodhin pas 31 marsit nëse gjykata kushtetuese do të vendosë që dekreti i presidentes është kushtetues ose që ai është antikushtetues? Në fakt tani që nuk do duhet ishte, por që në fakt është krejt rrjedha politike do të përcaktohet nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese e miraton vendimin ose dekretin e presidentës, atëherë do të jetë detyruar për presidentën, do të jetë mundësi që në zgjedhje të ndërtojë një narracion në pozitiv. Mirë, por në rast se gjykata e rrethon dekretin e presidentës, unë mendoj që do të jetë një humbje fatale për presidentën aktuale, sepse do ta mbarojë mandatin me një shkegje të kushtetuesës, ndërka që partitë e opozitës që e kanë përkrahur akoma pa marrë vendimin gjykata kushtetuese, unë nuk di si do ta arsitojnë, veçanërisht që vlen për Partinë Demokratike, sepse Lidhja Demokratike me një kryetar të saj shumë të lodhur, kështu dhe pa legjitimitet brenda vetë Lidhjes Demokratike e ka mirëpritur këtë situatë, si ndoshta do ta rikuperoj pozicionin e lohatër që ka brenda partisë dhe partia e tij në tërësi e cila po pëson fiasko për shkak të mëndësisë dhe mungesës së tillës politike të zotit Atashiku. Dhe por nga kjo perspektivë, nëse rrëzohet dekreti, atëherë Kurti do ta ketë një narrativ jashtëzakonisht favorizuese dhe do të jetë për te premtuese, por njëkohësisht
do të ketë edhe mundësi të shmangë zgjedhjet, sepse i krijohet një bonus jashtëzakonshëm për të gjetur kompromis. Nëse realizohet dekreti i presidentit, unë mendoj që Kurdi do duhet të ndërmerrte hapa njëhershëm dhe të ndërtonte një komunikim me partitë opozitore, ndoshta me Partinë Demokratike, të cilën si duket numrat janë më afër, dhe ta gjenin një emër konsensual ose emrat e propozuar të kërkoheshin të votojnë me një marrëveshje që mund të jetë ndërkohë, për shembull, lëvizja vendosur mund të jetë Partia Demokratike Kryetare në kuvendit të vetë. Dëgjoj, nuk janë këto marrëveshje nuk janë gjë të pazakonshme dhe nuk duhet të demonizohen a priori që u bë pazar, nuk është pazar. Demokracia nuk kupton dialog, demokracia nuk kupton domethënë edhe kompromis. Dhe nëse gjykata konstitucione e rrezon dekretin, unë mendoj që do të ketë një shansë artë. Ju sapo thatë që nëse gjykata do të rrëzojë dekretin e presidentes, kjo do të jetë edhe fatale për Vjosa Osmanin, por si do të zgjidhet kjo? Se një logjik juridike e thotë që nëse mandati i deputetit rrjedh nga populli dhe pastaj deputetët e zgjedhin presidentin. Sa do të ishte logjike që deputetët që zgjedhin presidentin jo t'ja marrë mandatin. Domethënë është një kontradiktë juridike që nuk e përjashton mundësinë e rrëzimit të dekretit. Natyrisht mund të mos të rrëzohet, mos të prejudikojmë. Presidenti është jurist, por nëse rrëzohet dekreti, unë mendoj që e bën një pikpyetje dhe dijen e saj juridike, sepse nuk do duhet, domethënë si juriste, të bënte një dekret që ta rrëzon gjykata. Por gjithsesi duhet të presim çfarë do të vendosë gjykata. Në anën tjetër është drejtë e saj e pamohshme që konkurroj domethënë në garën politike të synoj prapë të jetë presidente, është legjitime, por natyrisht që edhe lëvizja vendosëse e ka të drejtën po ashtu legjitime të bëjë një president çfarë ja merr mendja për shkak se thirrën që ka votën popullore 51%. Por nëse do të rrëzojë gjykata dekretin e presidentes, si do të zgjidhet pastaj kriza politike dhe institucionale? Unë thash që unë mendoj që ndërkohë do të ftohen gjakat, unë mendoj që do të ketë mundësi të mendohet pak më thellë dhe më qetë. Atëherë do të jetë një hapësirë e mjaftueshme për zotin Kurti për të afruar me njëra nga partitë e opozitës. Dhe njëra nga partitë e opozitës që i bën numra pa problem për ta votuar presidentin është Partia Demokratike. Dhe Partia Demokratike ka bërë qartë që nuk ka vija kuqe të bashkëpunimit me VV-n dhe unë mendoj që është e drejtë absolut, është korrekte politike, sepse nuk është mirë të ketë vija politike. Unë mendoj që vija politike duhet të ketë vetëm për ato parti që e cënojnë sigurinë dhe interesin kombëtar dhe jo për kundërshtarit politik. Dhe por nga kjo perspektivë unë nuk e konsideroj të pamundur një marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe PD-s. Përndryshe atëherë ne shkojmë në zgjedhje dhe skenari nuk do të ishte aq i mirë as për Partinë Demokratike dhe as për lëvizjen vetëvendosje. Prandaj, parë nga kjo perspektivë, unë mendoj që nëse gjykata konstitucione e rrëzon dekretin, unë mendoj që kjo është një shans i artë për zotin Kurti ta gjejë një kompromis dhe të shmangë zgjedhjet e parakohshme. A mund të hyjë Kosova në një krizë më të thellë kushtetuese nëse institucionet nuk do të bien dakord për interpretimin e vendimit të gjykatës? Jo, unë do të lidhesha me atë që më thoni jo mund të kemi një krizë. Nëse mas vendimit të gjykatës kushtetuese nuk gjendet një kompromis, atëherë unë mendoj që do të bëhet edhe më e pamundur që pas zgjedhjeve të ardhshme të gjendet një kompromis. Sepse do të barikadohen palë dhe pastaj edhe pas zgjedhjeve të ardhshme do ta kemi krizën të reprezuar të njëjtën mënyrë. Ndërkohë që ne nuk i kemi ndryshuar kushtetutën dhe zhvillimet aktuale po tregojnë sa e domosdoshme është ndryshimi i kushtetutës që presidenti të zgjidhet drejt për drejt ka popull dhe që të shmanget njëherë për gjithmonë
kjo situatë domethënë me zgjedhjen e presidentit. Çfarë ndikimi ka kjo krizë në stabilitetin politik dhe ekonomik të Kosovës dhe si do të ndikojë në marrëdhëniet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara? Është krejtë e natyrshme që këtë krizë mund ta e shkëpusin pranimin e Kosovës, domethënë të plot në arenën ndërkombëtare dhe në planin e mbrojtjes natyrisht që krijoj ngecë sepse e shpërqendrojnë fokusin në vend se Kosova të merret të ndoshta për investime me prioritete ekonomike politike, domethënë krejt vëmendja duhet të zhvendosen në fushata. Dhe Kosova ashtu në vitin 2025 ka pas zgjedhje prale, zgjedhjet e kombëtarit dy herë, domethënë ka qenë vit nga fillimi deri në mbarim, 28 dhjetor ka qenë vetëm vit i zgjedhjeve dhe një vend edhe me ekonomi dhe me sistem shumë të stabilizuar do të ishte një barë jashtëzakonshme, edhe financiare, edhe politike të mbatte zgjedhje kaq shumë. Kështu që kjo nuk është në interesin e qytetarëve dhe kam përshtypjen sikur edhe qytetarët janë gopur më me dalin në këtë zgjedhje. Ajo që është e mirë është që KQT i zgjedhjeve ka organizuar mirë, ajo që është e mirë është që qytetarët kanë pas durim, domethënë në që shkruajnë në qendrat e votimit, por unë mendoj që zgjedhjet nuk duhet të jenë qëllimi në vetvete i partive politike, por zgjedhjet duhet të jenë për të legjitimuar një klasë politike që përcakton objektiva zhvillimore dhe politike. Sa i përket marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, unë mendoj që Bashkimi Evropian po e shfrytëzon mirë sikur se e shfrytëzoi situatën e tanishme për të ndjerë një kompromis për çështjen e ligjit të hujtve për pakicën serbe për ta privilegjuar edhe për 12 muaj. Bashkimi Evropian më duket që duke pas krizën në Ukrainë, po interesant që raportet e Kosovës-Serbi të mbaj vetëm të, si të thuash, të menaxhoj, të mirëmbaj. Po jo pa një precedent të lartë për të normalizuar raportet me dy shteteve që ishte një nga objektivat e rezolutës së vitit të 2010 kur u aprovua çështja e nisjes së dialogut Kosovës-Serbi. Sipas jush, zoti Rukshini, çfarë presidenti i duhet Kosovës? Po, natyrisht i duhet një president, unë mendoj që edhe i Jumiečeve këtë pyetje, sepse unë mendoj që një president i duhet që duhet të ketë një qendrim të qartë për shembull për marrëveshjen e Ohridit, për normalizimin, për integrimin evropian. Dhe mbi gjitha në planin e mbrojtjes duhet një president që krijon ura komunikimi mes pozitës dhe opozitës. Fatkeqësisht presidenta aktuale nuk ka arritur ta ndërtojë këtë zgjedhje, nuk ka qenë një faktor i paanshëm dhe gjithherë është pa, domethënë si notere e Kurtit, pasha ka qenë s'ka qenë e përcaktuar qytetarit, por domethënë nuk ka qenë një figurë që ka kriju kohezion dhe nuk ka qenë një figurë që ka kriju. E krejt narrativa sa i fillën mbarim është që ka pas disa vizita, po këtë është tjetër çështje, cilat janë domethënë outputet, cilat janë rezultatet e këtyre vizitave. Pra, marrë nga kjo, edhe në planin e jashtëm, edhe në planin e mbrojtjes, domethënë duhet të ketë një president që do të ketë suksese, një president që nuk do ta marrë vizitën si një lloj karshillëk ndaj kryeministit, ose nuk do ta marrë paraqitjen e saj të mbrojtshme si karshillëk ndaj opozitës dhe favorizimi pozitës, por një president që vërtet nga fillimi dhe në mbarim të shërbejë vetëm interesave të shtetit. A mendoni se duhet të ndryshohet mënyra e zgjedhjes së presidentit, për shembull të ketë një zgjedhje direkte nga populli? Pa diskutim, unë mendoj që tani kjo ka treguar që është e imediate, është e domosdoshme, është e patekalueshme çështja e ndryshimit të kushtetutës dhe që presidenti i arshëm pas viteve të zgjidhet drejt për drejt nga populli, sepse ne e kemi pas një vështirësi të tillë për zgjedhjen e presidentit, edhe në kohë kur zgjedhjet nga fituar Rugova, edhe në kohë kur nga fituar Thaçi, domethënë sepse sistemi është i tillë që kërkon në kompromis. Dhe kompromisi në kulturën shqiptare dhe përgjithësisht kulturën ballkanike konsiderohet si dobësi, konsiderohet si humbje, prandaj për aq kohë sa ne nuk e kemi avancuar në kulturën tonë politike çështjen e kompromisit si instrument për arritjen e
e konsenzusit mes pozitës dhe opozitës, atëherë unë mendoj që do të jetë verdikti më i mirë që qytetari ta zgjedhë në mënyrë të drejtë për drejtë presidentin e vendit.